Në përmend argumente nga Kurani, Suneti, sahabët, tabiinët se lënë si namazit nuk është kafir. E kam fjalën për atë person i cili nuk mohon diçka nga feja, po ashtu as namazin nuk e mohon, por nuk falet nga përtatësia. Të lutem përmend argumente Kurani, Suneti, sahabët, tabiinët. Atëherë, faktikisht për këtë çështje kam folë shpesh. Kemi gati 10 vite që flasim për këtë çështje. Po përmend sa gjëra, domethënë në mënyrë të përmbledhur. Së pari, në shpjegimin e ajeteve të Kur'anit, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات آيتنا قرآنت فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون آية والذين هم على صلاتهم يحافظون kur është pyetur Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu për këto ajete, i kanë thënë, domethënë për kuptimin e tyre, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë se këtu paralajmërohen në të cilët nuk respektojnë kohën e namazit. Flitet për kohën e namazit, që arrin mirësia ata që respektojnë kohën dhe janë paralajmëruar ata që nuk respektojnë kohën. Nëse lënia e namazit thotë është kufër. Çfarë kuptojmë nga kjo? Kuptojmë se nxjerrja e namazit nga koha me dembelizëm është gjunah i madh. Dhe njeriu paralajmërohet për dënim. Ky është komenti e Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ndërsa lënia e namazit është kufër. Që do të thotë se lënia e namazit me dembelizëm nuk është kufër që nxjerr nga feja. Lënia e namazit që nxjerr nga feja është një nocion tjetër. Sa që lën namazin derisa i del koha, është lanës apo jo? Është lanës. Mi po kjo lënje sipas Ibn Mas'udit nuk qen ka lënje që nxjerr nga feja. Atë kush është lënja që nxjerr nga feja? Kjo do të mësohet edhe pak më pas inshallah taala. Se ai që nxjerr namaz, lej namaz që derisa i del koha, nuk është kafir sipas kësaj dëshmie. Pa që le dy namazet derisa i del koha, e njëjta gjë. S'mund ta bësh për një namaz dhe jo për, domethënë, për një namaz thu nuk e bëj kafir, për dy e bëj kafir, se kjo është arbitraritet. Pa që nxjerr 3 namazë nga koha, ai që nxjerr 4 e kështu me radhë. Nëse do të bëhet një ndarje e tillë, pra ai që e pranon, se kush le një namaz derisa i del nga koha, derisa i mbaron koha, plotësisht, nga dembelizmi, nuk bëhet kafir, është i detyruar të pranoj faktin në mënyrë të padiskutueshme se lënë namaz nga dembelizmi nuk quhet kafir. Në të kundërt do të jetë kontradiktor, se kjo është lënje dhe ajo është lënje. Këtu kemi lënje më pak, atje më shumë, po kjo është lënje dhe ajo është lënje. Dhe nëse do të ishte pak kufër, do të ishte edhe shumë kufër. Se kur të flasim për mohimin e diçkaje të fesë, për shembull, mohimi është kufër. Sharja e fesë është kufër. S'mund thuash që një sharje është kufër dhe 2, 3, 4, 5 janë kufër. Kështu duhet përcaktohet qartë se kush është lënia që është kufër. Kjo është diskutimi. Argumente nga Suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po përmend 3 argumente. 4 argumente tjera, po përmend 3. Hadithi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e shënon Imam Ahmedi në Musnedin e tij, hadithi Ubadës, thot 5 namazë Zoti u ka bërë detyrë njerëzve. Faman ata bihinna wa lam yudayyi' shay'an minhunna استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذب وإن شاء غفر له. Thot hadithi, 5 namazë Zoti u ka bërë detyrë njerëzve. Kush i kryen namazet duke respektuar detyrat e namazeve, të drejtat e namazit, duke mos lënë gjë pasdore prej tyre, ai ka premtim nga Allah që ta bëjë banorëve të xhenetit. E kush nuk i sjell 5 namazet, nuk i kryen ato, nuk ka premtim nga Allahu. Nëse do Allahu e fare, nëse do e dënon. Që do të thotë se kush lën namazin me dembelizëm apo lën disa namazë me dembelizëm nuk del nga feja. Mi po bëhet diskutim lidhur me këtë. Dhe prej dietarëve që kanë bërë diskutim në lidhje me këtë çështje është Muhammed ibn Nasr al-Marwazi në librin Ta'zimu Qadri as-Salah. Ky është një libër i hershëm para shumë shekujsh,
i përmend aty çështjet me sened. Aty thotë domethënë që ky hadith flet për atë që neglizhon lënien e namazit, për shembull nuk respekton detyrat e namazit. Jo për atë që e le krejtësisht thotë. Kështu e shpjegon, edhe pastaj ka sjell variante të këtij hadithi. Muhammed ibn Nasr al-Marwazi. Por në një variant thuhet kështu. Thuhet wa sallahunna li waqtihinna, domethënë që nuk lë gjë pas dore, nuk lë drejta dhe i fal në kohën e vet thotë. Pastaj thotë, e kush nuk e bën këtë, që do të thotë se një prej drejtave të namazit është edhe koha. Dhe kur thotë që edhe kush nuk e bën këtë, domethënë që nuk respekton kohën, nuk respekton detyrat, nuk e kryen namazin me drejtat, dhe një të drejtat është edhe koha. Prandaj në fundin e gjithë diskutimit, edhe Muhammed ibn Nasr al-Marwazi është detyruar, domethënë ta pohojë faktin se hadithet ku thuhet se, domethënë ka thënë që hadithet në të cilat thuhet se lënsi i namazit bën kufër, flasin për atë që e le krejtësisht. Ndërsa për ai që e le ndonjëherë, domethënë për këto bëjnë fjalë sipas këtij hadithet në të cilat thuhet se kush nuk i sjell namazet, atëherë nuk ka premtim nga Allahu, nëse do Allahu e fal, nëse do e dënon. Tani dikush mund të thotë, po ku qëndron argumenti këtu? Qëndron në faktin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë nëse do Allahu e fal, nëse do e dënon. Po të ishte lënia e namazit me dembelizëm, lënia e një namazi me dembelizëm derisa del koha e tij, kufri ma nxjerr nga feja, ky njeri nuk do ishte në dëshirën e Zotit. Se ekziston mundësia që vdes njeriu në këtë gjendje pa bërë tobe. Lej namazit se del koha dhe e gjej vdekjen në këtë gjendje. Vdes gjunaqari madh apo vdes kafir? Sipas këtij argumenti vdes si musliman dhe i falet namazin e xhenazës. Sepse ai është në dëshirën e Allahut, nëse dëshiron Allahu e fal, nëse do e dënon. Ndërsa ai që vdes kufër të madh nuk është në dëshirën e Zotit. Se Allahu nuk e fal gjunahet atyre të cilëve vdesin në kufër të madh, vdesin në shirk të madh. Argumenti i tretë është një hadith i saktë në mjaft librat e hadithit, prej tyre në Musannefin e Abdurrazzaqut, se banorët e xhenetit do t'i kërkojnë Allahut e Resulit që dalin nga zjarri, vëllezërit e tyre që kanë falë namaz me ta, kanë dhënë zeqat, kanë agjëruar, kanë kryer haxhin ose kanë marrë pjesë në xhihad. Dhe Allahu i Lartësuar thotë shkoni dhe nxjerrni nga zjarri ata të cilët i njihni. Ata të cilët i njihni, thot hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i njohin nëpërmjet shenjave të sejdës, nëpërmjet fytyrave të tyre, sepse zjarri nuk i djeg fytyrat e namazlive. Inna Allaha harrama 'ala an-nari an ta'kula athara as-sujud, thuhet në disa transmetime. Në këtë transmetim thot zjarri nuk i ka djegur fytyrat e tyre. Dhe kështu i njohin dhe i nxjerrin nga zjarri. Pastaj, pas nxjerrin namazlit, të cilët dallohen nga shenjat e sejdës dhe nga fytyra, të cilët nuk e prek zjarri, Allahu i Lartësuar u thotë që të nxjerrin ata të cilët kanë pas sa një farë besimi në zemër, sa një gjysmëfare kështu me radhë, i nxjerrin këtë gjithë. Dhe thonë, Zot, ne i nxorëm ata që i njihnim, ata për cilët na ke urdhëruar. Pastaj kështu del edhe ai që ka një grim punë të mira nga imani. Pas kësaj, Allahu i Lartësuar përmendet në vazhdim të hadithit ka për të nxjerrë njerëz që nuk kanë bërë ndonjëherë punë të mira, që kanë tek në tauhid. ثم يقبض الله عز وجل قبضة فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. Edhe Allahu le të do të marrë një grush për zjarrit dhe ka për të nxjerrë për zjarrin e xhenem njerëz që nuk kanë bërë punë të mira. Dhe do të thonë pastaj banorët e xhenetit, këta janë utaqaur rahman, këta janë njerëzit që i ka liruar Rahmani nga zjarri i xhenemit, të cilët Zoti i ka futur në xhenet pa bërë ndonjë vepër të mirë. Ku është qëndron argumenti në këtë hadith? Dalin namazit. Kush mbetin pastaj për të dalë? Ata të cilët nuk kanë falë namazin, që kanë lënë namazin me dembelizëm. Kjo është fort e qartë. Pastaj, në fundin e hadithit thuhet, Allahu ka për të nxjerrë nga zjarri njerëz që nuk kanë bërë ndonjëherë punë të mira.
Po e pranojmë faktin se kanë bërë ndonjë punë të mirë, por nuk e kanë kryer në mënyrë të përsosur punët e mira, sikurse është një shpjegim që e ka bërë Ibn Khuzaime, megjithëse hadithi mund të marrë edhe shpjegime të tjera, por nuk premton koha me fjalë që ta sqarojmë, se nuk bie ndesh me besimin e ehlis sunetit që thotë se punët janë prej imanit dhe se njëri që nuk ka as pak punë të mira, nuk ka as pak iman. Janë jinsul amal shartun fi sihhati al-iman. Nuk bie ndesh me këtë fakt, me këtë element besimit e ehlis sunetit. Po për të sqaruar këto duhet kohë tjetër, ne jemi duke folur për çështjen e namazit tani. Mirë, po diçka është e sigurt, është e padiskutueshme. Se nuk ka mundësi që një njeri të ketë fal namazin në mënyrë të plot, çdo namaz kohën e vet. E megjithatë, thuhet pastaj për ta të përfshihet te grushtit të cilët dalin nga zjarri i xhenemit dhe thuhet për ta që nuk ka bërë asnjë far punë të mirë. Kjo s'është e mundur. Kjo do thotë që të mohosh realitetin e fjalës pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi thotë nuk ka bërë asnjë punë të mirë. Tjetri thotë që patjetër këta kanë fal namazin dhe s'kan lënë asnjë namaz. Se po të ketë lënë një namaz, derisa ka dalë koha, bie ideja që lënë namaz nga dembelizmi është kafir. Që janë detyruar të pranojnë apo të pohojnë se ai që lë qoftë dhe namaz derisa deri nga koha është kafir. Atëherë si shkon kjo me thënë Muhamedi thonë nuk ka bërë asnjë punë të mirë. Kjo është e pamundur. Pra kemi dy argumente të qarta në këtë hadith, dy tregues. I pari është dalin fillimisht namazit. Kush mesin pastaj? Njerëz që s'kan fal namaz, kjo është shumë e qartë. Dhe e dyta është Allahu i Resul nxjerr njerëz që nuk kanë bërë punë të mira. Nëse njeriu ka fal namazin rregullisht, atëherë si mund të thuhet që nuk ka kryer punë të mira? Kemi edhe një argument tjetër. Do dënohet një njeri në zjarrin e xhenemit, do të jepet dënimi 100 kamxhikime. Edhe pastaj ky do të lutet për lehtësim, do t'i lehtësohet derisa ti jepet vetëm një goditje me kamxhik. Dhe thuhet në fundin e hadithit se kjo goditje jepet për shkak se ky njeri ka fal një namaz pa u pastruar, domethënë pa abdes. Ai që fal namazin pa abdes, është ai që nuk fal fare. S'ka vlerë namazi i tij. Dhe këtu flitet për njëri që është i vetëdijshëm se është pa abdes. Dhe përderisa ky njeri s'e ka përsëritur namazin, derisa ka dalë koha, ky njeri e ka lënë namazin. Edhe ky është një argument, domethënë, këtij i lehtësohet dënimi dhe vun dënimin për një namaz që e ka lënë. Pra këtu kemi të bëjmë me lënien e namazit e cila nuk e nxjerr njeriu nga feja. Një argument tjetër është një hadith në Musnedin e Imam Ahmedit. Unë e kam përmendur edhe herë tjera këtë hadith prej kohësh, po përsëris edhe një herë. Se një burr shkon tek Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe thotë: "O i dërguari i Zotit, do të pranoj Islamin, por me kusht që të fal vetëm 2 namaze." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi. Ky njeri do falte 2 namaze, do të lindë 3 namaze. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranoi si musliman. Këtu mund thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranoi kushtin, po kushti është i pavlefshëm. Dhe me të pranuar Islamin do t'i kërkonte që të falte 5 kohë të namazit. Përgjigjja është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta priste, nuk mund t'ia thynte fjalën e dhënë atij. Se të njëjtën gjë kemi edhe me banorët e Taifit. Ata i kërkuan pejgamberit mjaft gjëra, mes cilave mos prishet i udhëllë i tyre dhe të mos falin namaz. Pejgamberi ose nuk e pranoi këtë gjë, të mos falin namaz. I kërkuan që mos jepin zekat, pejgamberi pranoi, tha në rregull. Mos merrin pjesë në xhihad, pejgamberi ose e pranoi këtë. I thanë më pas si pranohet mos të japin zekat edhe të mos marrin pjesë në xhihad. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha më pas ata kanë përdorur zekat dhe do të marrin pjesë në xhihad. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e pranoi kushtin e këtyre, pse? Se nuk e pata arsyeshme ta pranonte. Se po ta pranonte kushtin e tyre, duhet ta respektonte. Qartë, s'mund t'u thënte fjalën atyre. Nëse këtij personi ja pranoi fjalën, ja pranoi kushtin, dhe do ta respektonte. Prej sahabeve kemi mjaft dëshmi të sahabeve, është dëshmia e Abdullah ibn Mesudit që e përmenda pak më parë, po kemi një shumë të qartë me fjalë nga Selman el-Farisi radhiyallahu anhu, një dëshmi e përmendur në Musannefin e Ibn Abi Shaybes, dhe është saktë në Kitabul Iman të Ibn Abi Shaybes, dëshmi që saktëson Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala, ku thuhet se Selman Farisiu radhiyallahu anhu ka thënë: "Mathalu as-salawati al-khams ka mathali ashhumi al-ghanima." Shembulli i 5 namazeve është si shembulli i 5 pjesëve të plaçkës së luftës. Kush
merr 5 pjesë në plaçkën e luftës, nuk është si ai që merr 4. E kush merr 4 nuk është si ai që merr 3, kush merr 3 nuk është si ai që merr 2. E kush merr 2 nuk është si ai që merr 1. Dhe kush ka një pjesë thot në Islam, nuk është si ai që nuk ka asnjë pjesë. Pra 5 namazet janë si 5 pjesët që njeriu zën në plaçkën e luftës. Kush ka një namaz, nuk është si ai që nuk ka asnjë namaz. Edhe kjo është thënie shumë e qartë, edhe kjo është thënie shumë e qartë e Abdullah e Salman Farisiut radhiyallahu anhu në Musannefin e Ibn Abi Shaybes. Kemi edhe dëshmi të sahabijut. Nga tabiinët kemi me senet sakt, me senet domethënë ka sjell Muhammed ibn Nasr al-Marwazi në ta'dhim qadr as-salah nga Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, sa ai jo vetëm që ka qenë menimit se lancë namaz me dembelizëm, nuk ky është kuptimi i dëshmisë me fjalë, që nuk del nga feja, por ai nuk është i mendimit që ai thotë se dhe nuk vritet lancë namazit me dembelizëm, por ka një dënim tjetër me fjalë. Kjo sillet nga Imam Shafi'i, si mendim të Imam Shafi'ut e ka përmendur Muhammed ibn Nasr al-Marwazi, i cili ka bërë libër të posaçëm për çështjen e namazit. Nga Malik ibn Anas, e pasaj dietarët me radhë me fjalë. Po normale Imam Shafi'i dhe Malik ibn Anas nuk janë prej tabiinëve, ndërsa Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala është prej tabiinëve. Mbetet tani të shpjegojmë argumentet të cilat thuhet se tregojnë që lancë namazit me dembelizëm del nga feja. Hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. Ndërmjet burrit dhe kufrit është lënia e namazit. Kush e lë namazin ban kufër. Janë mjaft veprat në shariat të cilat janë cilësuar kufër. Vrasja, gjykimi kundërshtim me ligjet e shariatit janë cilësuar kufër. Marrëdhëniet intime me gruan në anus janë cilësuar kufër. Marrëdhëniet intime me gruan gjatë periudhës menstruacionit është cilësuar kufër. Ka dhe mjaft vepra të tjera. Atëherë kush është qëndrimi i dietarëve të ehli sunetit në lidhje me këto argumente? Nëse njeriu i lejon këto gjëra, bën kufër të madh që nxjerr nga feja. Nëse nuk e lejon, ky është kufër në vepër që nuk e nxjerr njeriu nga feja. Në lidhje me gjykimin, në kundërshtim me ligjin e Zotit, Allahu i Lartësuar ka thënë: "Wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun." Kemi transmetime të sakta nga Abdullah ibn Abbas dhe nga dy nxënës të mëdhenj të Abdullah ibn Abbasit, Ata ibn Abi Rabah dhe Tawusi, të cilët thonë se kuptimi i ajetit thonë që këtu flitet për kufër dune kufër, domethënë kufër që nuk e nxjerr njeriu nga feja. Hakimi ka sjellë në Mustadrekun e tij se Ibn Abbas i ka thënë: "Laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilayh, inma laysa bi kufri yanqulu anil millah." Pra, ka thënë nuk është kufri që mendojnë ata Khawarijët. Ky nuk është kufri që e nxjerr njeriu nga feja. Me senet të saktë si Tausi sjell nga Abdullah ibn Abbas se ka thënë: "Hiya bihi kufr." Hiya bihi kufr, domethënë kjo është kufër. Gjykimi në kundërshtim me ligjet e Zotit. Ka thënë Ibn Tawus, pastaj ka thënë: "Walaysa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir." Ibn Abbas në mënyrë të padiskutueshme ka për qëllim me fjalën kufër, domethënë kufri i vogël, se fjala kufër kështu përdoret në hadithet profetit sallallahu alajhi wasallam, po dhe në thënien e sahabeve. Por transmetuesi Ibn Tawus e shpjegon më mirë çfarë qëllimi ka pas Abdullah ibn Abbas dhe thotë: "Laysa kaman kafara billahi wa malaikatihi", nuk është si ai që ka mohuar Allahun, melekët e tij e kështu me radhë. Dhe asnjëri nga dietarët e ehli sunetit të hershëm nuk e ka kuptuar këtë thënie të Abdullah ibn Abbas si kufri i madh që nxjerr njeriu nga feja. Thënia se këtu flitet, domethënë këtë thënie të Abbasit flitet për kufër të madh, është shpikur në kohën tonë. Është një bidat e shpikur në kohën tonë. Asnjë, as Imam Ahmedi, as Ibn Taymija, as dietarët para Imam Ahmedit nuk e kanë kuptuar kështu këtë thënie. Pra, si kanë kuptuar dietarët ajetin e Kuranit: "Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun." Bën një përmbledhje Ibn al-Qayyim në Madarij as-Salikin dhe thotë kështu: kush nuk gjykon me ligjin e Zotit, duke mohu ligjin e Allahut të lartësuar, duke mos e pranuar atë, ai bën kufër të madh që nxjerr nga feja. E kush e pranon, e pohon që është gjunaqar, e di që është i vetëdijshëm se po gjykon kundërshtim me ligjin e Allahut subhanahu wa taala, është i vetëdijshëm që meriton dënimin e Allahut të lartësuar, veprimi i tij është kufri i vogël që nuk e nxjerr nga feja. Domthonë ky është përmbledhje që ka bërë Ibn Qayyim
Allahu më shirof. Atëherë të njëjtën gjë themi edhe për këtë hadith profetit sallallahu që flet për namazin. Kush e lë namazin me mohim ose me një madhësi, sikur se refuzimi që bëri Iblisit i bënte sejdë Ademit alayhis salam, pra kemi këto dy lloje të kufrit, mohimin dhe me një madhësi, ai është kafir. Dhe pikërisht kjo është domethënë kjo është rasti kur lënse namazit bën kufër të madh që nxjerr nga feja. E kush e lë me dembelizëm, atëherë veprimi i tij është kufër i vogël. Kështu i kanë kuptuar këto argumente dietarët e ehli sunetit. Mbetet shpjegojmë edhe atë thënien e Abdullah ibn Shaqiqit radhiyallahu anhu, i cili thotë se كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Shokët e Muhamedit alayhi salam nuk konsideronin lënien ndonjë punë kufër përveç namazit. Që do të thotë se lënia e namazit është kufër. Po për çfarë kufri flitet këtu? Përsëri duhet shpjegohet sipas shpjegimit që dhash për argument për hadithin, domethënë hadithin që shpjegova pak më parë. Njëjti shpjegim jepet edhe për këtë thënie. Nëse njeriu e lë me mohim ose me një madhësi, refuzim, mospërfillje, bën kufër të madh që nxjerr nga feja. E nëse e lë me dembelizëm, veprimi i tij nuk quhet kufër i madh që nxjerr nga feja. Çfarë ndodhi në kohën e sahabeve? Që ta kuptojmë domethënë këtë ixhma të sahabeve. Për çfarë flet? Në kohën e sahabeve kuptohet, ata zbatonin ligjet e shariatit. Nëse dikush nuk falte namazin, gjykatësi për sahabeve e thirrte të falte namaz. Nëse nuk falte namaz, atëherë do t'i jepej dënimi si kafir. Edhe kjo do të jetë çështje unanime tek ehli suneti. Nëse njeriu nuk e pranon se njeriu në një rast të tillë bën kufër të madh që nxjerr nga feja, vdes si kafir, atëherë do normalisht ka probleme të murxhieve, sikur se thotë Ibn Taymija rahimahullahu taala në Mejmu' al-Fatawa në vëllimin e 7. E nëse pranon me fal namazin, sahabët e qunin domethënë musliman. Nëse dikush linte një namaz nga dembelizmi, e gjente vdekje në këtë gjendje, normale që i falet xhenazja si musliman. S'ka ndodhur asnjëherë, s'kemi asnjë dëshmi që dikush të ketë lënë namazin nga dembelizmi, duhet të ketë pas plot në kohën e sahabëve, në kohën e tabiinëve, kështu gjithmonë ka pas gjunaqar, njerëz që kanë neglizhuar kohën e namazit. Përderisa sahabët kanë folur, kanë përmendur paralajmërimin për ato që lënë namazin me dembelizëm, duhet të ketë pas njerëz të tillë. Kjo është domosdoshmëri. Kjo është emër bedehi. Dhe gjërat që janë bedehie nuk kanë nevojë për arsyetim dhe argumentim. Janë shumë të qarta. Megjithatë nuk kemi asnjë rast që dikush që ka lënë namazin me dembelizëm të mos jetë varros në varrezat muslimanëve, të mos ketë trashëguar. Prandaj dhe Hanbelit, të cilët thonë se lënsi i namazit është kafir, ata thonë se kafir quhet ai i cili thirret për të falë namazin, nuk pranon të falë namazin dhe vritet, në këtë rast quhet kafir. Këtë ka përmendur dhe Ibn Taymija rahimahullahu taala në Sharhul Umda. Është një shpjegim që ka bërë një libër të fiqhut në Sharhul Umda, dhe po të mendosh në thëniet e Ibn Taymijës rahimahullahu taala mbi lëndjen e namazit, Ibn Taymija është prej përkrahësve të mendimit se lëndja e namazit është kafir, mirëpo kush quhet kafir sipas tij? Quhet kafir ai i cili refuzon lënien e namazit mbasi thirret nga gjykatësi që të fal namazin. Dhe ndërsa për sa i përket lëndësve të namazit në përgjithësi, ka kufër të dukshëm, ka dhe kufër të brendshëm, që është kufri munafikëve, kufër të padukshëm. Kështu si Ibn Taymija rahimahullahu taala në vëllimin e 7 me Mejmu' al-Fatawa dhe thotë, ka prej atyre të cilëve lanë namazin që janë munafik. Po si zbulohet çështja e tyre? Do zbulohet ose kur i urdhon gjykatësi, ose do zbulojnë Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Edhe pse mund të trashëgojnë se është, domethënë ka shtruar pyetjen. Po ka njerëz që lënë namazin, trashëgohen, domethënë trashëgojnë, varrosen varrezat e muslimanëve. Si do gjykohet për ta se këto njerëz domethënë janë kafira? Thotë ka prej atyre të cilëve lënë namazin, të cilët janë munafik. Tjetër thotë Ibn Taymija rahimahullahu taala, është e pamundur që një njeri të jetë plotësisht i vendosur në zemër se nuk ka për të falë asnjëherë namaz, nuk ka për të rënë asnjëherë në sejdë e Zotit, e megjithatë të jetë musliman. Ky nuk është vetëm munafik.
Por kjo gjë shfaqet në ditën e gjykimit, ose nga fjalët që mund shpreh ky njeri ndonjëherë. Po, besoj se kjo është e qartë. Atëherë, kemi hadith për Pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që dëshmojnë këtë çështje. Kemi thënjet sahabeve që thonë se jo çdo lënë si namazit është kafir. Kemi tabiinëve dhe argumente qartë dëshmojnë për ta. Kështu që unë gjykoj se